Një nga argumentat që SPAK paraqiti në GKK më 20 qershor për ish-presidentin Ilir Meta dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kuremadi ishte një kartë bankare në emër të Adrian Shatkut. Burimet kanë bërë të ditur se në dosje konstatohet një shpenzim prej $240.000. Megjithatë, mësohet se prokuroria e posaçme ka dërguar letër porosi të vjetra për të verifikuar nëse janë bërë pagesa të tjera të pa-identifikuara deri më tani. Në seancën e fundit, ish-presidenti Ilir Meta ka mohuar të ketë pasur dieni mbi këto shpenzime, duke shtuar se ka qenë ish-bashkëshortja që ka vepruar dhe se ai nuk mund të mbajë përgjegjësi për persona të tjerë. Në fakt, karta bankare është dhënë si detaj edhe në dosjen fillestare, por që në atë kohë SPAK shtonte se nuk ishte të dhënat më tejshme nëse ishte vepruar apo jo me të. Prej muajit tetor, Ilir Meta është në masën e arrestit me burg dhe Monika Kuremadi me detyrim paraqitje. Janë disa dosje hetimore të bashkuara në një ndaj tyre, si marrëveshja CESDIA për borxhet e energjisë, lobimi i ish-LSI-s tashmë Partia e Lirisë në SBA, por edhe verifikimi pasuror. Gjithashtu gjatë hetimeve, SPAK ka ngritur dyshime edhe për ndikim të paligjshëm në disa institucione. Nga ana tjetër, si Meta ashtu dhe ish-bashkëshortja e tij kanë mohuar të ketë veprime të paligjshme duke konsideruar procesin politik.